Fillimi i Kupës së Botës 2026 po afron dhe sot do të mësohet zyrtarisht përbërja e grupeve të turneut që do të zhvillohet nga 1 qershori deri më 19 korrik 2026 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Shorti do të hidhet në Washington në orën 18. Edicioni i vitit 2026 do të jetë i parë me 48 përfaqësuese. Prej tyre, 42 ekipe kanë siguruar tashmë kualifikimin, ndërkohë që 6 të tjera mes tyre dhe Shqipëria do të luftojnë për biletën e fundit. Këto vende janë të përcaktuara dhe do të jenë pjesë e shortit me emërtimin Combat X. Pjesë e tyre që do të tërheqin goglat janë dhe emrat e njohur të sportit amerikan si Tom Brady dhe Shaq O'Neal. Pjesë e play-offit nga UEFA janë Shqipëria, Italia, Turqia, Kosova, Polonia, Irlanda, Bosnia, Suedia, Rumania, Çekia e tjerë. Ndërkohë që nga play-offet interkontinentale janë Kongo, Iraku, Jamaica, Bolivia, Surinami dhe Kaledonia e Re. Play-offet përfundojnë midis 26 dhe 31 marsit të vitit 2026. Në short do të jetë i pranishëm dhe presidenti amerikan Donald Trump, i cili do të marrë pjesë në ceremoninë e çmimit të paqes nga kreu i FIFA-s, Gianni Infantino. Kjo ngjarje është konceptuar në formën e një spektakli ku do të ketë dhe ikona të muzikës si Andrea Bocelli, një simbol global i muzikës klasike, ylli i popit Robbie Williams dhe Nicole Scherzinger nga grupi Village People.